Me shtim të efektiveve në terren, kontrollet të përforcuara në kufi dhe monitorim të rrep të vijes bregdetare, Policia Kufitare e Vlorës ka nisur zbatimin e planit të masave për garantimin e sigurisë gjatë sezonit veror. Fluksi lart i turistëve ka sjellë rritje të masave në pikat kufitare dhe në hapësira detare. Drejtori i Policisë Kufitare në Vlorë, Arber Zemani, tregon se është punuar për rritjen e kapaciteteve në sportele për të evituar radhët e gjata në pikat kufitare si toksore dhe ato detare. Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Vlorë i ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të patur një sezon turistik sa më të sigurt dhe të qetë për të gjithë pushuesit. Këto masa janë marrë duke filluar nga pikat e kalimit kufitar, siç është porti i Vlorës, porti i Sarandës, pika e kalimit kufitar Qafbot, duke shtuar numrin e efektive në shërbim, duke shtuar numrin e gabinave për kontrollin e dokumentacionit, për të shmangur pritit e gjata dhe të panevojshme. Zemani paralajmëron se do të ketë tolerancë zero ndaj shkeljeve që cënojnë sigurinë e pushuesve, ku do të kryhet një monitorim nga njësia policore detare, sidomos për jet skit. Nga janari deri tani janë vendosur 50 gjoba për këto mjete, gjobat e majme deri në 5 milion lekë të vjetra. Një element tjetër mjaft i rëndësishëm është monitorimi dhe kontrolli i vijes bregdetare, për të patur një sezon pa incidente të ndodhura në det. Tolerancë zero dhe një vëmendje jashtëzakonisht e shtuar do jetë për sa i përket perimetrit të sigurisë të plazhistëve. Policia Kufitare në fokus të saj, përveç vijes bregdetare, ka dhe atraksione turistike të jugut, siç është Shpella Haxhi Aliut. Këto vende për shkak të numrit të lartë të vizitorëve monitorohen gjithashtu nga Policia Kufitare. Surprizë për këtë vit ka qenë porti Sarandës, i cili pa nisur mirë sezoni, është përballur me dyfishimin e turistëve krahasuar me vitin e kaluar. Në këtë port për shkak të fluksit do të instalohen një gate, sisteme teknologjike si ato të rinasit. Të paktën për portin e Sarandëve është dyfish numri i turistëve të ardhur gjatë këtij 5 mujori në krahasim me vitin e kaluar. Në portin e Sarandës deri më tani kanë bërë programim 30 kroçera për të ardhur, të cilët mbajnë numër mjaft të lartë të turistësh, nga 1500 deri në 4000-4500. Dhe pa diskutim që edhe kjo është një shtysë akoma më e madhe për të shtuar masat. Në portin e Sarandës do të kemi dhe një risi këtë vit, ku do të shtohen kontrollet digjitale të pasaportave, gate-et, cilat do të jetë një ndihmë shtesë për sa i përket mospasjes radhëve të gjata në këtë pikë kalimi kufitar. Statistika tregojnë se Shqipëria do të ketë një sezon më të mbarë turistik sa i vitit e kaluar, kjo bazuar në rritjen e turistëve nga janari deri tani në të gjitha pikat e kalimit kufitar, si në Rinas në portet Vlorë Durrës, por dhe në pikat e tjera të kalimit kufitar toksor.